Pas protestës një ditë më parë ku u bashkuan edhe shqiptarë të diasporës, kryeministri Edi Rama komentoi dhe i dha përgjigje njëkohësisht, duke u ndalur mes kufirit dhe revoltës qytetare dhe interesave që sipas tij mund të fshihen pas kauzave publike. Diçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e prerjes pyjeve, kemi lejtmotiv të punës sonë. Me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Kryeministri Edi Rama shpreh i bindur se pas protestës qëndrojnë interesa që nuk i shërbejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Flamingot nuk ka nevojë për turma të rëmbyra nga histeria e algoritmit të nxitura, nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë. Bota spostoi në nartë një betejë të madhe kundër presidentit Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën, dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mllef dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, krijoi kushtet që të hapet një kanal një revolucioni imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre. Si një ftesë për të finalizuar një projekt të mirë për Zvërnecin dhe Flamingot, Rama la të kuptohet se nuk ka tërheqje. Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për Flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit. Për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë mas një vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer.